Horoskopi javor, 2-8 shkurt 2026, dashi, java e shkëlqimit dhe e investimit të vetja. Kjo javë nuk është thjesht një periudhë e zakonshme për ju, hëna e plot në luan po ndes një dritë projektori, direkt mbi zemrën tuaj dhe gjithçka që ju sjell gëzim. Nëse gjatë 6 muajve të fundit jeni ndjer disi të frenuar, kjo javë shënon momentin e shpërthimit të madh. Energjia e kësaj jave ju shtyn drejt shprehjes së vetes. Për çiftet, është koha e duhur për atë takimin romantik që keni shtyrë prej kohësh. Energjia është e nxehtë, pasionante dhe shumë komunikuese. Nëse keni një hobi ose një projekt artistik, këtë javë do të ndjeni një hov frymëzimi. Mos e mbani për vete, bota ka nevojë të shohë se çfarë jeni të aftë të bëni. Ky shkëlqim nuk vjen rastësisht. Arsyeja pse sot ndiheni kaq të lirë për të shijuar jetën është sepse keni punuar fort për të stabilizuar burimet tuaja. Gjatë muajve të fundit keni mësuar një leksion të vlefshëm, limitin tuaj. Keni kuptuar se ku duhen shpenzuar parat dhe ku duhet kursyer energjia. Ky stabilitet financiar dhe emocional tani ju shërben si një platformë e sigurt ku mund të hidheni pa frikë. Pyetja që yjet ju drejtojnë këtë javë është: tani që i keni mjetet, si do të investoni te lumturia juaj? Nuk bëhet fjalë vetëm për të shpenzuar para, por për të investuar kohë te gjërat që ju bëjnë të ndiheni të gjallë. Mesazhi për ju: jeni rritur shumë. Keni kaluar nga faza e mbijetesës dhe menaxhimit të krizave në fazën e shijimit. Mos keni frikë të jeni paksa egocentrik këtë javë, e keni merituar. Demi, për ju të shenjës së Demit, hëna e plotë e datës një shkurt shënon një pikë kthese shumë të rëndësishme që lidhet drejt për drejt me rrënjët tuaja, shtëpinë dhe jetën familjare. Nëse gjatë periudhës së fundit keni qenë të përfshirë në procese ndërtimi, rekonstruksioni apo thjesht në rregullimin e ambientit ku jetoni, kjo fazë hënore sjell frytet e para dhe mundësinë për të festuar përfundimin e këtyre punëve të mundimshme. Është koha kur detajet e fundit bien në vendin e vet dhe ju më në fund mund të ndjeni ngrohtësinë e një strehe të kompletuar. Megjithatë, kjo dritë e fortë e hënës nuk shërben vetëm për të parë bukurinë, por edhe për të ndriçuar ato kënd të errëta që ndoshta i keni injoruar. Nëse diçka nuk ka shkuar mirë brenda mureve të shtëpisë ose në marrëdhëniet tuaja familjare, këtë javë problemi do të dalë aq qartë në sipërfaqe sa nuk do të mund ta shmangni më. Ky është një moment reflektimi i thellë, sepse nevojat tuaja kanë pësuar ndryshime rrënjësore gjatë viteve të fundit. Ju nuk jeni më i njëjti person dhe për rrjedhoj, edhe vendi ku jetoni apo njerëzit që ju rrethojnë duhet t'i përshtaten këtij versioni të ri të vetes suaj. Pyetja kryesore që duhet t'i bëni vetes këtë javë është nëse sistemi juaj mbështetës, njerëzit e afërt dhe baza juaj emocionale ka evoluar paralelisht me ju. Nëse ndjeni se jeni rritur, por mjedisi juaj po ju mban ende peng të së shkuarës, kjo hënë e plot do t'ju japë guximin për të bërë rregullimet e nevojshme, duke e kthyer shtëpinë tuaj në një hapësirë që ushqen ambicjet dhe paqen tuaj të re. Binjak, për ju binjak, hëna e plot e datës një shkurt shërben si një pasqyrë e qartë që reflekton jo vetëm atë që po bëni, por mbi të gjitha mënyrën se si po e menaxhoni jetën tuaj të përditshme. Ky është momenti i të vërtetës për të gjitha ato ndryshime në rutinë apo në agjendën tuaj që i keni implementuar që nga korriku i kaluar. Për disa prej jush, ky është momenti i korrjes së sukseseve, ku disiplina e muajve të fundit fillon e jep rezultate të prekshme, ndërsa për të tjerë, kjo dritë e fortë mund të nxjerrë në pa pikat e dobëta të një plani që po fillon të lëkundet. Gjatë kësaj jave do t'ju duhet të rimësoni një nga leksionet më sfiduese për shenjën tuaj, artin e të lëshuarit pe. Yjet ju ftojnë të pranoni me qetësi se disa gjëra janë thjesht jashtë kontrollit tuaj dhe se këmbëngulja për të drejtuar çdo detaj vetëm sa ju harxhon energjinë pa asnjë përfitim. Nëse gjatë këtyre ditëve ju godet një valë e papritur frymëzimi apo një ide e madhe, bëni durim. Mos nxitoni ta publikoni apo ta shpërndani menjëherë me botën. Përdoreni këtë kohë për ta pjekur idenë brenda vetes, duke pasur besim se gjërat vërtet cilësore kërkojnë kohën e tyre për të arritur. Besoni te procesi i ngadalshëm, sepse ndonjëherë hapat e matur ju çojnë më larg se sa vrapimi i nxituar.
Gaforja, hëna e plot dhe datës një shkurt prek një nga pikat tuaja më delikate, financat dhe ndjenjën e sigurisë që ato ju japin. Pavarësisht nëse aktualisht jeni një mjeshtër i kursimeve apo po përballeni me vështirësi për të shlyer faturat, ju e identifikoni veten si një person bujar që dëshiron të jetë shtylla mbështetëse për të tjerët. Kjo fazë hënore do të nxjerrë në pa ekuilibrin tuaj mes dhënies dhe marrjes, duke ju treguar se ku mund të jeni më dorëshlëshuar, por edhe ku duhet të hapni zemrën për të pranuar ndihmë nga të tjerët gjatë kësaj jave. Vëzhgoni me kujdes njerëzit tuaj më të afërt dhe raportin që ata kanë me paran. Si ndikon mendësia e tyre në mënyrën se si ju i menaxhoni financat tuaja. Ky reflektim do t'ju ndihmojë të kuptoni nëse po i ndërtoni planet tuaja ekonomike mbi dëshirat tuaja autentike, apo po ndikoheni nga frikërat dhe zakonet e rrethit tuaj shoqëror e familjar. Luani, hëna e plot dhe datës një shkurt shkëlqen pikërisht në shenjën tuaj, që do të thotë se të gjithë syt janë kthyer nga ju. Ky është momenti juaj i triumfit dhe i reflektimit të thellë. Kthejeni kokën pas në korrikun e kaluar dhe shikoni se sa shumë keni ndryshuar që nga ajo kohë. Ky version i ri dhe më i sigurt i vetes suaj po ju shtyn drejt një kthese të rëndësishme në karrierë, një dëshirë kjo që ka ardhur duke u rritur prej vitesh brenda shpirtit tuaj. Nëse deri më tani keni hezituar të hidhni hapin e madh, kjo javë ju sjell guximin e nevojshëm për të vepruar. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për të aplikuar në punën tuaj të ëndrave apo për të nisur procedurat zyrtare për biznesin tuaj të ri. Energjia e yjeve është në krahun tuaj. Mos keni frikë të pozicionoheni në qendër të vëmendjes dhe të kërkoni atë që meritoni, sepse tani jeni gati për të udhëhequr jetën tuaj drejt një kapitulli të ri profesional. Virgjëresha, hëna e plot dhe datës një shkurt ndriçon gjithë punën e palodhur që keni bërë brapa skenave dhe larg syve të botës. Gjatë 6 muajve të fundit, ju keni qenë të fokusuar në përmirësimin e vetes dhe të sistemeve tuaja, qoftë duke u thelluar në një praktikë shpirtërore, duke dizajnuar strukturën e një projekti të ri, apo thjesht duke disiplinuar veten për të gjetur qetësi mendore. Ky është momenti për të parë se sa shumë paqe keni arritur të kultivoni përmes këtyre përpjekjeve të heshtura. Tani, do të ndjeni një dëshirë të fortë për ta ndarë këtë përvojë me të tjerët. Ajo që ka funksionuar për ju, mund të jetë një shpëtim edhe për dikë tjetër. Mos e mbani këtë dije vetëm për vete, jepini zë përvojës suaj dhe mësojuni të tjerëve sekretet e vogla të rregullit dhe qetësisë që keni zbuluar. Duke ndarë dijen, ju jo vetëm që ndihmoni të tjerët, por edhe vërtetoni rritjen tuaj personale. Peshorja, hëna e plot dhe datës një shkurt premton të jetë një nga netët më sociale dhe më aktive që keni pasur prej kohësh. Energjia e kësaj jave është e gjallë dhe entuziaste, duke ju shtyrë drejt festimeve me miq, udhëheqjes së një projekti në komunitet apo publikimit të një lajmi të rëndësishëm. Ky hov energjie ju bën të ndiheni sërish optimist dhe gati për të nisur projektin tuaj të radhës të madh. Më e rëndësishmja, kjo javë shënon mbylljen e një periudhe të gjatë sfidash, humbjesh dhe kompromisesh që ju kanë lodhur emocionalisht. Tani po filloni të kuptoni vërtet se kush janë njerëzit që ju qëndrojnë pranë dhe sa e rëndësishme është rrjeti juaj i mbështetjes. Pas një kohë të gjatë reflektimi, më në fund e keni të qartë se tek kush mund të mbështeteni dhe kjo ju jep sigurinë e nevojshme për të ecur përpara me hapa të sigurt drejt sukseseve të reja. Akrepi, hëna e plot dhe datës një shkurt ju vendos në qendër të vëmendjes, ndërsa korni sukseset e objektivave që i keni vënë vetes në karrierë. Ky është momenti kur arrini nivele të reja profesionale, qoftë duke mposhtur frikën nga të folurit në publik, duke kërkuar rritjen e pagës që meritoni, apo thjesht duke ndarë me botën arritjet tuaja më të fundit. Po i bëni realitet premtimet që i keni dhënë vetes që nga korriku i vitit 2025 dhe ky progres është i prekshëm. Gjatë kësaj jave, ata që do të shfaqen për të festuar këtë moment me ju, mund t'ju surprizojnë. Marrëdhëniet tuaja më të ngushta kanë pësuar ndryshime drastike vitet e fundit dhe tani gjithçka po bëhet e qartë. Ju e dini saktësisht se kush është aty për ju në afatgjat dhe kush vërtet i gëzohet suksesit tuaj.
Shijojeni këtë moment kulminan, sepse keni punuar fort për këtë mirënjohje. Shigjetari, hëna e plot dhe datës një shkurt ju gjen të përfshirë në aventurën tuaj të radhës të madhe. Ky është momenti kur entuziazmi bashkohet me ndjenjën e arritjes, qoftë sepse po nisni një cikël të ri studimesh, po përgatiteni për një udhëtim jashtë shtetit, apo po zhyteni më në fund në atë projekt ose libër që keni dashur ta shijoni prej muajsh. Ndiheni krenar për veten, sepse e dini mirë që për të arritur në këtë pikë lirie dhe mundësie, ju është dashur të bëni një punë jashtëzakonisht të madhe. Gjatë viteve të fundit, prioritetet tuaja kanë pësuar një transformim të madh. Kjo javë ju fton të vëzhgoni me kujdes se si po e ndani kohën tuaj, sa energji po i kushtoni punës dhe detyrimeve, dhe sa po i devotoni gëzimit e rritjes personale. Është koha të festoni faktin që tashmë e keni krijuar hapësirën për të marrë me gjërat që ju mbushin shpirtin, duke mbajtur një ekuilibër të shëndetshëm mes përgjegjësive dhe dëshirave tuaja eksploruese. Britsjapi, hëna e plot dhe datës një shkurt vë në pah një kompromis madhor me të cilin po përballeni aktualisht. Ky është një moment kyç për marrëdhënien tuaj, ku bashkëpunimi dhe mirëkuptimi do të jenë thelbësor. Ndoshta keni bërë një investim të madh së bashku, ose mbase keni marrë përsipër një borxh apo detyrim financiar që peshon mbi supet tuaja. Nëse gjërat duken të vështira apo tensioni po rritet, mos u shqetësoni. Asgjë që po ndodh tani nuk është e pasgjithshme. Ky është momenti ideal për të kërkuar një mendim të jashtëm, qoftë përmes terapisë në çift ose asaj individuale, për të sqaruar mendimet tuaja. Mbani mend se ajo që sot ju duket kaq e rëndë dhe sfiduese, me kalimin e kohës do të shihet si një mësim i vlefshëm për të cilin, me shumë mundësi, do të qeshni në të ardhmen. Qëndroni të bashkuar dhe shikoni përtej vështirësive të çastit. Ujori, hëna e plot dhe datës një shkurt e kthen gjithë vëmendjen te marrëdhëniet tuaja më të ngushta dhe partneritetet. Ky është një moment serioziteti dhe zyrtarizimi. Ndoshta po nënshkruani një kontratë të rëndësishme, po fejoheni, ose po vendosni t'i jepni një drejtim konkret një lidhjeje që nisi krejt rastësisht korrikun e kaluar. Ajo që dikur dukej si diçka kalimtare, tani po kërkon një angazhim të plotë dhe ju jeni gati ta pranoni atë. Gjatë viteve të fundit, ju keni kaluar përmes ndryshimeve rrënjësore, tektonike në jetën tuaj familjare dhe në shtëpi, të cilat ju kanë detyruar të rishikoni se çfarë vlen vërtet për t'i kushtuar kohën dhe besnikërinë tuaj. Këtë javë do të vini re se si gjërat fillojnë të qetësohen dhe të marrin formë kur keni pranë mbështetjen e duhur. Kur jeni me njerëzit e duhur, pesha e përgjegjësive bëhet më e lehtë dhe rruga përpara më e qartë. Peshqit, hëna e plot dhe datës një shkurt ndriçon detyrimet dhe përgjegjësitë tuaja më urgjente, duke ju vendosur përballë një liste të gjatë punësh. Ndoshta po ndiheni të mbingarkuar me detyrat e zyrës, kujdesin për kafshët shtëpiake apo takimet e njëpasnjëshme me mjekët. Edhe pse kjo ngarkesë mund t'ju lodhë, kjo periudhë është në fakt një provë për të parë se sa efikas jeni bërë. Gjatë viteve të fundit, keni bërë përpjekje të mëdha për ta bërë agjendën tuaj më të përballueshme dhe më të qëndrueshme. Dhe pikërisht tani po kuptoni se cilat janë rregullimet e fundit që duhet të bëni. Megjithse aktualisht ndiheni të raskapitur, përpiquni ta shihni këtë situatë nga një tjetër këndvështrim. Në një farë mënyre, është bekim të kesh ditë kaq të mbushura dhe të jesh kaq i kërkuar. Kjo javë ju ndihmon të vendosni pikat mbi i për të krijuar më pas qetësinë që meritoni.